A mund të ndryshoj rrjedha e një lufte nga një grua e vetme? Një grua që ndërtoi flotën e saj, sfidoi një perandori dhe luftoi në vijën e parë. Në një kohë kur gratë nuk lejoheshin as të flisnin për luftë. Kjo nuk është legjend, kjo është histori dhe emri i saj është Laskarina Bubulina. Para se të vazhdojmë, pëlqejini videon dhe abonohuni në kanal, sepse historia që do të dëgjoni sot është pjesë e historisë së kombit tonë. Laskarina Bubulina u lind në vitin 1771 në Konstantinopoj, në një kohë kur perandoria osmane sundonte me dorë të hekurt mbi Ballkanin. Ajo nuk erdhi në jetë në një familje të zakonshme. Ajo ishte bi e një kapiteni detar arvanit, pra me prejardhje shqiptare. Dhe që në lindje, jeta e saj u përball me padrejtësinë. Babai i saj u burgos nga osmanët për pjesëmarrje në një kryengritje kundër tyre dhe vdiq pak kohë më pas, duke e lënë Bubulinën foshnje pa figurën e tij. Por ndoshta pikërisht ky fillim i ashpër ishte ai që formoi karakterin e saj të pathyeshëm. E rritur mes hydrës dhe speces, në ishuj të njohur për detarët dhe luftëtarët e tyre, Bubulina nuk ishte si vajzat e tjera të kohës. Ajo nuk qëndronte brenda shtëpisë, duke ndjekur rregullat e shoqërisë. Ajo mësoi të notonte në det të hapur, të kaleronte kuaj, të lundronte në anije dhe të këndonte këngë trimash. Njerku i saj, një detar me mendje të hapur, e lejoi të ndiqte këto pasione, duke thyer normat e kohës. Dhe kështu, pa e kuptuar askush, po formohej një figurë që do të hynte në histori. Jeta e saj ndryshoi rrënjësisht pas martesave. 2 herë u martua me kapiten detar dhe 2 herë mbeti e ve. Të 2 burrat e saj vdiqën në përballje me piratët, duke e lënë Bubulinën me dhimbje, por edhe me një pasuri të madhe në duar. Por ajo nuk ishte nga ato gra që do të zgjidhnin një jetë të qetë dhe luksoze. Përkundrazi, ajo mori në dorë biznesin e anijeve, investoi në tregti dhe u bë një nga gratë më të fuqishme ekonomikisht në rajon. Dhe aty fillon transformimi i saj i vërtet. Por çfarë shtyu një grua të pasur të braktisë gjithçka dhe të hynte në luftë? Përgjigja gjendet në përballjen e saj me perandorinë osmane. Osmanët u përpoqën t'i konfiskonin pasurinë, duke pretenduar se burri i saj kishte luftuar në anën e Rusisë. Bubulina nuk u tremb. Ajo udhëtoi vetë në Konstantinopoj përballë autoriteteve më të larta dhe me zgjuarësi e ndikim arriti të shpëtoi pasurinë e saj. Por ky moment ishte vendimtar. Ajo kuptoi se përplasja me perandorinë ishte e pashmangshme. Në fshehtësi, ajo ju bashkua organizatës revolucionare, Filiki e Taireja, një rrjet që përgatiste kryengritjen kundër osmanave. Ishte një vendim i rrezikshëm, sepse nëse zbulohej, dënimi ishte i sigurt, vdekja. Por Bubulina tashmë kishte zgjedhur anën e saj, dhe ajo nuk ishte nga ata që kthehen pas. Ajo filloi ndërtimin e një anijeje të madhe luftarake, më të madhe se sa lejonin ligjet osmane. Anija u quajt Agamemnon dhe u armatos me topa, duke u bërë një nga anijet më të fuqishme të kohës. Ky ishte një akt rebelimi i hapur, një sfidë direkte ndaj një perandorie. Kur në vitin 1821 shpërtheu lufta për pavarësinë e Greqisë, Bubulina nuk hezitoi asnjë moment. Ajo financoi flotën e saj, armatosi anije dhe dërgoi djemtë e saj në vijën e parë. Por më e rëndësishmja, ajo vetë hyri në luftë. Ajo nuk qëndroi prapa si shumë të tjerë, u gjend në det në mes të betejave, duke komanduar dhe luftuar. Dhe pikërisht këtu, Bubulina bëri diçka që e ktheu në legjendë. Ajo mori pjesë në rrethimin e Nafplios, një nga qytetet më të rëndësishme strategjikisht. Nga anija e saj, ajo drejtonte flotën dhe koordinonte sulmet. Luftëtarët filluan ta thërrisnin kapitenja,
një titull që në atë kohë ishte i paimagjinueshëm për një grua. Ajo vazhdoi luftimet e saj derisa qyteti Nafplios ra në duart e grekëve. Ajo ishte gjithashtu pjesë e rrethimit të Tripolicës, ku jo vetëm luftoi, por mori pjesë edhe në negociata. Në një moment kritik ajo ndërhyri për të shpëtuar gran nga haremi i një pashai, duke treguar se edhe në mes të luftës kishte vend për humanizëm. Por lufta nuk ishte vetëm heroizëm, ajo ishte edhe tragjedi. Në një betejë pranë Argosit, djali i saj i madh u vra. Bubulina shkoi vetë në fushën e betejës për të marrë trupin e tij. Imagjinoni atë moment, një nën mes tymit dhe gjakut, duke mbledhur trupin e birrit të saj. Burimet tregojnë se ajo vetë me dorën e saj ekzekutoi 3 robër osman në varrimin e birrit të saj, dhe megjithatë, ajo nuk u ndal, vazhdoi luftën. Por armiku më i madh nuk ishte jashtë. Përçarjet mes vetë grekëve filluan të shkatëronin gjithçka. Lufta civile shpërtheu dhe Bubulina u përpoq t'i bashkonte palët. Ajo paralajmëroi se pa unitet gjithçka do të humbiste, por askush nuk e dëgjoi. Ajo rreshtua me një nga palët dhe kur ajo humbi, Bubulina u arrestua, u akuzua dhe u internua. Shtëpia e saj u konfiskua. Nga një heroine e luftës, ajo u kthye në një të përjashtuar. Kjo është një nga ironitë më të mëdha të historisë. Njerëzit që japin gjithçka për një kauzë shpesh përfundojnë të tradhëtuar nga vetë kauza. Pas lirimit, Bubulina u kthye në Spetses. Lufta vazhdonte, por ajo tashmë ishte e lodhur nga betejat e jashtme dhe ato të brendshme, dhe pikërisht kur dukej se kishte kaluar gjithçka, erdhi fundi më i papritur. Jo në betejë, jo nga armiku, por nga një konflikt familjar. Në vitin 1825, djali i saj u përfshi në një histori dashurie që shkaktoi konflikt mes familjeve. Një grup i armatosur shkoi në shtëpinë e Bubulinës. Ajo doli në balkon për të përballur me ta, nuk u fshe, nuk iku, u përball, dhe aty në atë moment një plumb i mori jetën. Kështu përfundoi jeta një prej figurave më të jashtëzakonshme të kohës së saj, jo në fushën e betejës, por në një konflikt që nuk kishte lidhje me luftën. Pas vdekjes, fama e saj vetëm u rrit. Ajo u kthye në simbol të luftës për liri. Emri i saj u vendos në monedha, statuja dhe histori. Madje u përmend si admiral nga rusët, duke e bërë ndoshta admiralen e parë femër në histori. Më vonë u nderua edhe nga marina greke. Por ajo që shpesh harrohet është origjina e saj. Bubulina nuk ishte vetëm një heroin greke, ajo ishte një grua me rrënjë shqiptare arvanite. Një figurë që i përket historisë së gjithë rajonit ton. Historia e Laskarina Bubulinës është histori e guximit të pastër. Histori e një gruaje që sfidoi kohën, normat dhe një perandori. Historia e një nëne që humbi gjithçka, por nuk u dorëzua. Dhe mbi të gjitha, histori e një emri që nuk duhet harruar kurrë. Po ju, si mendoni, a duhet të përmendet më shumë prejardhja shqiptare e figurave si Bubulina? Shkruani mendimin tuaj në komente. Dhe mos harroni. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.